lokale. Po Albi Kurde, aja ke po postimi lëshë, e ko me giotin. Dhe ma unë kështë këtu po shkoj kokat, se me nësi, ma se s'liri një blok, se do të me shku kokat, e këshit njëre me giotin. Nëse krasën me 21 duhet me konstatu që është sukses, edhe është rritje. Ku e Liburde? Ku e Liburde? Ku e Glaugo? Ku i kemi Sa ka fitu vetë vendosja komuna në vendin e parë në Misteni? Dhe potencialisht, pas rundin dytë sa ka Vjosa Osmani presidentja në parti 3. Jo, presidentja Osmani me sa kuptojnë që sa vite është rreshtu mbrojtjet Kosovës edhe bravo i qoftë. Jo, veçanamizën nuk janë. Se ka uq asë një rast me rreshtu mbrojtjet Kosovës. Flitet se Vjosa Osmani do të jep dorëheqje para vitit 3 në rast zgjedhjes jashtëzakonshme që gjithmonë do të futet në listën e verës. Listën e verës? Po. Po lesë që folim të nga tjetër. Jo, zënë, 2021. Për shtë zgjedhje marrë ka një partima bërë. Vetëvendosja ka pas. Vetëvendosja apet. Ka pas sukses të tepër të zbet. Me të parën e ka ftu Gilani, me të parën nuk më kujtohet, po e ka ftu Gilani Kamenicën, shtime. Tri ka fitu vetëvendosja me të parë. Ja, po po që Ministeritë, po se më tonë sa me të parë. Mirë, po më ka ftu 3. I ka fitu 3. Sot, në momentin që po flasim, me 11 komunat që po shkojnë balotazhna, vetëvendosja, plus 4 që i morë me të parën, vetëvendosja, edhe Gjilanin, po e fusat. Gjilana favorit ato Qëtë Gjilani, Për të që më ndu këtë qerin ja keni buj ju, Gjilan, si gudzo, pra njëherë të hëqaj. Jo, po, sherin i fasheri ka bu, kështu pa dashje, 146 vota i kishim mjaftu me kalu. Në fakt, këtë pak vota i vynë... Po që ato i vynë, me qato vota kështë kalu. Për dyshe, edhe gudzo ka pos një rezultat spektakular për këtë. Me balotajin që do zhvillohet, ne do të kemi një numër, për më dojë... Nuk e dina këto. Numri komunave. Favorit është. Favorit jemi. Pak vota e determinojnë. Prishtinën do ta marrim, Mitrovicën do ta marrim. Nuk dihet. Pejen do ta gjejmë mënyrën më të mirë të mundshme me rikthy te Pejant. Kisha pas çfarë me mori Pejen. Kënd tjetër e merrni? Bravo. Gjakovën do të bëjmë çmos që mobilizimi do të jetë masiv që ta marrim Gjakovën. Dhe Fush Kosovën po se po, Biliqin po se po, do thotë numri komunave që do t'ja marrin partive tjera, do jetë masiv ka se Çfarë do të më thonë televizion, po tash. Shiko, nëse fush Kosova ju është shinit pa mundshme, nëse Prishtina ja, fush Kosova dallon me çka të fol, sepse me numra është afër. Po dhe Kosova me numra. Mos e përzgjidhë me Gjakovën ku është shumë larg. Ani Gjakovë është më larg, po qytetet e tjera është, domethënë, reorganizimi se po shpresojnë që me Radiliqin. Edhe Peja edhe Gjakova dhe Prizreni janë larg. Është minimal sot. 10% është shaqërtot. Se zgjedhjet e fundit në Biliq, do thotë, këto qytete ne kemi dalë të parë në zgjedhjet nacionale. Edhe ai thotë që në Biliq ka dalë parë. Mia vota para kandidatit që ka qenë në zgjedhjet nacionale? Po tash mos e çati. Do të thonë që nuk replikohet kjo, po disponimi potenciali i votave. Që Xhafer Goshi ka dalë parë. Tash, që ka Biliqi, cilët qytete që ka? Gjakova, po. Po që ka afru shumë, Xhafer Goshi që du në gjithë kryetara. Shiko, Halil Thaçi, me 44. 300 vota, dallimi është 300 vota. Ku do një marrë ato 300 vota? 300 vota? Mishtia 300 vjetë anë kekë punë? Jo, ma do më thonë, bëhet reshuffle komplet makineria e zgjedhjes dhe ripozicionohen njerëzit, apo kupton? Se tash, turi i parë ndikohet prej votimit për asamblej. Turi i dytë i zgjedhjeve lokale është më i lirë, votuesi është më i lirë, është liruar prej, do thotë, vota është më e pavarur, më e lirë. Me AOK-na me. Do thotë, loja së kryvish pjesa koronale. Po. Loja nuk është kry, po unë pres që ne ta kemi potencialin më mobilizues, më aderues për votuesit të cilët janë, shiko këtu për 300 vota, thotë. Duke di që herën e fundit Halil Thaçi ka qenë larg ma i votumi aty. Tash është ka dalë mrapa. Tash për 300 vota është mrapa, sepse trendi ka ra. Pra herën e kaluar ka qenë mrapa dhe s'ka mujtë me fitu. Po. Jo, po lej zgjedhjet për deputet. Jo, për deputet parlamentare. Okej, për shembull, hajde Gjakova edhe një herë. Pra, atë Anxhinit i kanë mungu pak vota, 47.74,
15% dallimi pak, problem është. 15% është dallimi. Problem është më këtu. Pra, ndoshta ma thellë ka veç Agim Aliu, pra 30% diku, 28% i ik kandidatit televizijës vendosur e ka mbyll dje. Duhet me pranë që ka qenë performancë shumë e mire, zotit Gordon Gjakov. Shumë e mirë. Në fakt është marrë dëmë se Sami Moza Kosovë. Unë mendoj që Gjini ka bërë sherrin partisë. Ose kompri. Ja ka bërë sherrin retorikës së AKS. Që është kthy shumë kundër VV-s edhe ka votues të madh VV-ja në Gjakov, dihet. Ai është votues të madh VV-ja ka. Unë po e premtoj që votuesi që shumë prej asambleistave, në turin e dytë, në Gjakov ka pas qelje tjetër. Damari bomës marrëshës. Zakonisht ballotazhet bomë marrëshës. Absolutisht. Na kena pa Albin Kurtin që sokoni javë me boni marrëshë 7 mundi. Shiko, çësia do të ndryshme të gjithë lokale. Edhe dihet që na shtë ka do të gjendet formula ose Për shembull Gjakov vjen 5.000 votat. Po unë që tash muna me ta kallzu që shenë marrëshë Gjakov se këtë marrëshë tradicionale. Se Ardian Gjini, që the keni kolegi jo një gazetar, Ardian Gjini këtu zgjedhje pa lekën e ka posë konkurentin Matharonin këtu. E kore ka përsy polin, nashtë do me të pak të ballotash. Për këto arsye, një kolegi jo një përba. apo ju duket edhe juve, zoti Sadiku, që Dhe me thonë, tradicionalisht, jemi më mirë tradicionalisht, Ardian Gjini ka posë koalicion me PDK në Gjakov. Tash veç jemi po deri Bodi votat, bash djetë. Nashta, ka ndrushia në Gjakova, po që apë dione e drën, po Ardian Gjini mënet me zhjith bashkë për tu. Për me kry lojë. Kjo është Kush është ballotash? VV-ja, edhe në Pejë edhe në Gjakov është tregues goxha i rëndësishëm i rritjes së saj. Ju në Gjakov ka qenë edhe para 4 vitesh. Po është Pejë More me PDK në ka posë. në Pejë von thuajse e padukshme. Tash të di, Taulani ka treguar sukses në Pej, edhe bravo i qoftë. tradita ekziston. Edhe mobilizimi do jetë masiv edhe në Pej, që të përmbysë tash normalisht që ka peshë të madhe në Pej, vazhdon me pas peshë. Këtu tjerat jo. Tash do të më ka zulli der lokal aty më bë marrveshje me këshir me çukur para. Në varet për cilës anë shef se fitoria nuk është gjithmonë black and white. Lëvizat vendosje ka qenë historikisht jo e mirë në zgjedhje komunale. Kjo është performanca më e mirë e saj në zgjedhje komunale. Ama di pse. Shtrije konsoliduar. Përmene pse, se s'ka pas kandidat. Nëse e merr parasysh çfarë fuqie ka pas në 4 vitet e fundit, shpërndamjen e parës, fuqisë, qeverisë për mi 50%, mendoj që është performancë e dobët. Kështu që në varet për cilit konotacion e shef edhe si po dënë me e pa gotën gjysmë të mbushur ose gjysmë. Kur Hashim thotë që ka qenë kryeministër, i ka pas 17 komuna. Pikërisht. Pra, Sepse ka qenë shumë lehtë. Rekord, Kur një komunë si Shtimja ka 17. korrekt I ka me pas në një informatë, moment. ma shumë se Gjakova, për qëllis, Po ka normalisht që është informata e që ka një përparësi të madhe ai që është kryeministër. informata që më miqojnë, ma kjo më që te kalon, e nuk jam i sigurt që është e vërtetë. Shtimja ma shumë se Gjakova pas nuk ka. Shtimi është ma shumë ka projekte. Ndamje në shtetë. E po nëse ka ndamje në shtetë, Nëse ti për shembull Gjakovës nuk ja bën, si më thonë, nuk ka as rrugë. Në diçka që Po janë financu Gjakovës hyrje dole që ndërtuat në Piskov. Ja. Ajo është qeverisë. Mas po këti Gjakovës, unë se ta di pa tabelin të e kena pos biletia. Të Ardiangjini ka bo... Projektin e ekzekuton Gjakova, financimi është i ministrisë. Ai është projekt i Ardiangjinit. Projektin e ka qyteti, financimi është i ministrisë. Ai është Si në Pej, si në Deçan, si në Unik, si në Gjakov. Edhe thonë drejtën edhe në rrugën prej Dolcit të Dej në Gjakov janë të nda shumë pak pare. Ajo është të ministrisë, ajo rruga është këtë ministrisë. Gabim që s'do, Jo, shpunimet kanë Pra, këtë ideja, në këtë fushon, për kandidatët që dëmës partive opozitare, për kanë qenë të hendikepum për balë një kryeministri, i cili s'ka hezitu me dhonë projekte nëse fitojnë kandidatët të tëre. Për shkakun na kemi Prishtinën, Qasilloj, e kemi se cilin komunë ku ka shkuar. Prishtina, krejt Kosova ka Fiçeku, ato kanë qenë prallat. Ne do të Zoti Rama. Unë mendoj Nuk qëndron kjo Leo. Qeveria e Kosovës nuk i ka defavorizuar komunat me cilat nuk ka qeveri. Shifrave krak. Po jo, nuk ka qëndron. qenë se për nashtim me bukë këtu se për një s'po kena qenë me qitë në rranë se kjo nas po folim për si vjetë, po folim për vitin 2024. Për 4 vite. Kur ju ka nalë të gjitha fundet projektet e para prokit që ja nalë e Koran Morate, veç ferizoj 34 milion. Dhe në rao vetit 6 mëjtë që më kujton shifrat më kry. E tash, Prishtinës kom haru shifra, por me bo me shumë bugë, për vitin e kalon për foli. Po, për Prajmërolla ka njës projektin 18 milion,
Po qeni sigurt, as po bugjetu, as po... Kër i ka do, i ka favorizu komunat e veta, shtimës i ka që më shumë që për kuk banori, dhe më onë i bjen që i ka favorizu, dhe onë ka menicën shtimën, si komuna që i ka post vetat, dhe një farë mënyre, kur së më ka votu, i ka dëshku Albin Kurti, me e këran më rapin, që shte kam po. Jo, nuk u kom pas që ashtu? Po, qësh jo. Po, ka qenë pak se ma herët për para, si që ishin drenisës Sa milione shumë që ka që, drenisës e konë shumë roha, është fakt, a të pajtona me tape. Sopore e ka që drenisës qeveria shumë, s'ka që sa duhet. Si ka ndimuas në vërshime, si ka ndimuas. Për kuk banori sa e moj men për vitit qalum, Gjakova akon që ke pare këtu, ma e diskriminum. Për nivellit që ndru. Edhe mas Gjakovës nëse zgaboj, akon në vitia. Në renditin për flasë për ato fundit e tash. Albin Kurti o drumë me nalome pa budgetës, so ko lidha i me pare, a i fjoll den, a i me numra, dirës ko, a i shkronja tash taj den. Jo, tash me numra, kuvendi u konstitue budgetit do më konë bërej edhe para qeverisë. Krak, që ndodhe minister Guxon të zjedhe, pro në një performans jashtë zakonisht e dopt e Guxon gjithandej, pro në asamblet, ku do që keni garu, me kandidat, po heqim Mitrovicën, për te kandidati për Mitrovicën, pjesa tjetër ka qenë debakën për Guxon. A hynët për me kry punë, për me mod veten, edhe që ju rezultoj për kësaj, a hytë në prish punë? Jo. Hera parë që Guxon është identifiku me një numër të veten që ka marrë pjesë në zgjedhje. Edhe nuk ka qenë qëllimi me dëmtu, ne kemi pas synim me absorbu aty ku ka qenë mundur votën tradicionalisht më shumë të djathtë LDK-s. Është vërtet që performanca nuk është ajo që kemi prit. Nuk kemi qenë gjitha komunat, kemi qenë 7 komuna me listat veçanta, në 2 komuna me kandidat për kryetar. Nëse mund të përsham Prishtinën për asamble. Në Prishtinë për asamble. Shko dhe pak ma poshtë. Për fundi, PSD sinin në Prishtinë. Po. Pra i keni marrë vetëm 1.913 vota. Po. PSD ka marrë 2.469. Do shta 2, se di sa i bjë PSD-ja... 2 asamblejës, do shta, se cila nga 2 këtu, se di. Përësisht këtë s'po mduke, da. 2.000 vota në Prishtinë me i marrë Guxon. Shiko, këtë s'po mduke. herë në arshme, ne kemi mendu Ka lidhje për Prishtinën i ka marrë 7.000. Albin Kurti gjatë 500... Ka bazament ka qenë prezente në asamblejë, shkutje për LDK. Me kazu që unë i marrë vetë pa vjosa Osmane. Kjo është për neve... Tash me Guxon për të edhe një herë, për neve është edhe si përvojë e parë, edhe si çdo rezultat është sukses. Edhe më marr pak dorën se komune, është e vërtetë që momenti politik me konstituimin e kuvendit, me krejt ato që ndodhen, gjykata kushtetuese, herë suspendare Pezulla, erdhën zgjedhjet lokale, do kishte qenë mirë me u organizu pak mënyrë më efikase, me lista, kandidati. Jemi ndiku pak negativisht ndoshta edhe prej momentit bashkëjetese që ndodhi me nacionale dhe lokale një të nku. Por, unë konsideroj që është me gjithat sukses, për shembull, këtu është Mitrovica, po? Mitrovic, gati 13%, partia e tretë, para LDK-s, do thotë, zgjedhjet e ardhshme, atëherë krahasojmë dhënat me këto zgjedhje për Guxon. Është hera e parë, është zor me krahasu me diçka se s'ka dhëna. Edhe ne jemi në konsolidim, po më si në zgjerje me nështrire si parti, me kandidat në teren. Këtë kjo fazë, kemi pas kandidat shumë cilësor që është të vërteta, në Prishtinë për shembull. Lista ka qenë shumë cilësore. Unë menoj që çto që ke lista Guxon, çto në Mitrovic, e ka hendikepuar dhe i ka kushtuar me votë goxha shumë kandidatit për kryetar Fatem Peci. Pse? Se me dy lista është e pamundshme mi mobilizu krejt asamblistat më ngajt edhe për kryetarin, për kandidatin. Edhe ata normal që dojnë një farë mbështetje, vetë dojnë një farë dekurajimi. Prandaj tashmaje që në rrungë dhe dytë është më fluid, se hiqet kjo nga për ta dhe ka hendikepu shumën e kam pa edhe në teren vetë, kur kam qenë personalisht.
që kë fakti që këta kanë garu me 2 lista në Mitrovic. 3 lista kanë garu. Edhe alternativa ka pas listë vetën. Edhe alternativa ka listë vetën, alternativa i ka marrë 313 vota. Sa antar kena 57 që mund të votojnë. Që Albi Kurti mundet me mos sankcione ka ndonë. Këtu në Prishtina? 54. 54 ka Prishtina. Besoj keni marrë ju 3.000, apo? Jo, që ka marrë 2.000. 1.900. Pestu me 54, për bjen dikon rreth 4 vota për antar. Kur për bani një Pra, është vështirë nëse, pra, eventualisht një mune me marrë. 2 ndoshta, po. Ndoshta edhe 2, nuk e di. Po, gjosat janë që një asamblejës do ta ketë në Prishtinë. Ndërkohë lidhja për Prishtinën i ka... Edhe në Gilan, edhe në Prizren. Një 4, maksimum 5. Ja, Prishtinë me 1900 më në të 2000.